tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues të nderuar televizionit shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në një emision që do ta kushtojmë genocidit grek të vitit 1913-14 që ka ushtruar në Shqipërinë Juglindore. Kemi folur vazhdimisht, kemi vite që flasim, është një ngjarje shekullore, kaloi mbi shekull e ca dhe shumë personalitete të ndryshme, shoqata, organizata, veç shteti jo, janë interesuar dhe po interesojnë për të mbledhur materiale, dokumentacion, prova të ndryshme, gojdhena, me qëllim që të bëhet e ditur se në ato vite shteti grek, ushtria e tyre e organizuar pa uniform, ka realizuar atë genocid, jo vetëm në zonën e Korçës, Kolonjës, Përmetit, po deri në Gjirokastër. Krimet tashmë dihen, janë evidentuar, por nuk është vënë saj si duhet pika mbi i, pra që do të thotë neve akoma nuk dim dhe nuk kemi një vend që të vendosim një qiri, të vendosim një tufë me lule, pasi të vrarët, të djegurit gjallë, të persekutuar në forma të ndryshme, në mënyrë të masakruar. Në shumë vende dhe nuk kemi patur mundësi për t'i evidentuar në mënyrë zyrtare. Ka shumë persona që janë argënuar, një nga ata është avokati që unë e kam ftuar sot në këtë bisedë, është Sami Zeka, është avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin e Pennsylvanias jeton, por veprimtaria e tij pra profesionale është në të gjithë federalin, pra në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ka licencë federale, dhe veçanërisht edhe në Pennsylvania e ka dhe për shtetin e vet ku jeton. Ka një histori të cilën unë e kam treguar në disa biseda, në disa intervista që kemi bërë për atë çështje, lidhet me familjen e tij, po ashtu edhe për argënimin e tij në këtë çështje. Janë çështje të vështira që konsideruar është mbi një shekull e ca. Qëllimi i emisioneve në mënyrë të vazhdueshme që televizioni shqiptar të Amerikës ka transmetuar dhe vazhdon të transmetoj, është që t'ju themi grekëve të sotme që të parët tuaj i kanë kryer këto krime në zonat tona, kanë vrarë, kanë djegur gjallë, kanë persekutuar, kanë përdhunuar, kanë bërë krimet nga monstruozet të parëve tanë. Dhe tashme gjithë secili e din se çfarë detyrime kanë. Pra sotme, nuk është fjala për luftë, nuk është fjala për anë ekonomike ose për ndonjë përfitim, por fjala që të zgjidhet, pasi në të gjitha emisionet që unë kam bërë, edhe shkrimet që kam bërë, kam shkruar dhe theksoj dhe sot këtë, që nuk do të ketë kurrë marrëdhënie të mira, të sinqerta me shtetin grek, nëse nuk pastrohet, nëse nuk pranohet nga shteti grek genocidi që kanë bërë në vitet 1913 dhe 14. E pranon, vazhdojmë përpara, jemi fqinësi e vllazëri e mirë, nëse ndodh kështu, do të ishte mirë dhe këtë kërkojmë. Avokat, bëra një hyrje të gjatë, pasi kishte pak kohë pa folur për këtë periudhë, jam i gëzuar e privilegjuar aq më tepër që jeni nga zona ku janë kryer këto krime, ky genocid i shtetit grek i asaj periudhe, pra periudhës së Venizelosit. Mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta, edhe është më të një kënaqësi të jem këtu përpara jush, përpara shqiptarëve diasporës dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Sepse kjo është një temë shumë e lakuar në 15-20 vitet e fundit, aq më tepër që kjo ka të bëjë me zonën tonë, me mua personalisht, me familjen time, dhe është një temë që duhet të folur akoma derisa të verë në vend e duhur. Çfarë ndjeni keni juve, çfarë historisht ke dëgjuar nga gojdhenat e tjera, por dhe nga njerëz të tu të afërt, pasi gjyshi juaj, Lato Haruni,
ka patur një histori një finale të suksesshme, se shpëtoi jetën, por shumë i vrarë shpirtërisht të jetën. Unë kam parë me sytë e mi lotët që i pikonin gjyshit tuaj në sofrën kur uleshim për ato sofrat natën që uleshim të moshuarit edhe pinin raki ose harin ushqime. Po, ashtu si që dini ju, unë jam bi nga Panariti dhe kam lindur e rritur në Panarit, jam nipi Lato Nakos, Lato Harunit, i cili ka një histori sa të trisht, gjithashtu dhe një mrekulli, mbasi ai ishte një nga të paktë që i shpëtoi kësaj masakre. Dhe ndoshta për fatin ton, kjo gjë ndodhi që ai ta tregonte historinë, mbasi kishte parë vetë me sytë e tij. Fatkeqësisht unë nuk kisha fatin ta njihja gjyshin, mbasi kam lindur mbasi kishte vdekur, por isha me shumë fat që kisha gjyshin. Dhe që i vogël, madje me sa mbaj mend unë 5-6 vjet, shpesh gjyshja kur vinja tek dajo dhe te gjyshja ka treguar historinë e kësaj gjenocidi. Po përdor fjalën gjenocidi jo masakër, sepse për mendimin tim E kam pyetje të veçanta. Po, për mendimin tim kjo është termi më i caktuar për këtë gjë. Nuk kam dëgjuar një herë apo dy herë si histori, e kam dëgjuar me qindra herë, qoftë nga gjyshja, nga dajot, nga mamaja, por edhe nga disa historianë që kam biseduar. Jam shumë informuar në lidhje me vitin se çfarë ndodhi në lagjet specifike të Panaritit dhe se si u vran, u shkatuan apo u therën më shumë se 370 veta të fshatit tonë. E kuptoj që kjo ka më shumë se një shekull që ka ndodhur, por plagët nuk mund të kalojnë për njerëzit që e mbijetuan, por dhe ata trashëgimtarët që nuk kanë asnjë vend për të hedhur lule para asë të tyre. Ishte një histori që fatkeqësisht në kohën kur isha në shkollë atje nuk flitesh. Ishte një histori që as edhe librat nuk e përmbanin, megjithse shumë veta e kishin jetuar, por nuk flitesh fare nëpër libra. Arsyet janë shumë të thella për këtë që unë besoj janë shumë politike se çdo gjë tjetër, por e rëndësishme është që çfarë mund të bëjmë ne tash në lidhje me këtë masakër. Sot kam fatin e mirë që juve jeni një profesionist, avokat, i njihni ligjin, mund të shpjegoni pse nuk është masakër, por është genocid. Edhe çfarë lloj genocidi është? Që është masakër, këtë nuk e vend diskutim. Masakra është një nivel më i ulët se sa genocidi. Është formë e realizimit të krimit. Po. Një masakër është thjesht një ngjarje e papritur që shkakton një numër të madh të dëme, qoftë në njerëz, qoftë në bagti, në dëme materiale, ndërsa genocidi është një ngjarje e premedituar dhe e bërë disa herë për një kohë të gjatë derisa arrin në konkluzionin që arriti në këtë moment. Atëherë, për mendimin tim kjo ngjarje në vitin 1913-1914 e kalon atë fjalën masakër, në ndodhinë e masakrës, sepse është fare mirë ta vërtetosh që kjo ishte premedituar nga ana e palëve grekëve. Atëherë vlen pyetja, si mund ta vërtetojmë? Nuk ishte një diçka që ndodhi brenda minutës apo brenda orës dhe në gjakëndësie e sipër, domethënë ata ndodhi kjo masakër. Kjo ishte premedituar, e menduar thellë dhe përgatitur. Kjo tregon ardhjen e shumë ushtarakëve të veshur civil nga Greqia me një plan konkret për të zhdukur këtë popullsi që ishte në Panarit. Atëherë, nëse kemi elementet e genocidit, që është e premedituar dhe që është gjithashtu dhe është një vrasje masive. Ishte për pastrim etnik. Pastrim etnik. Atëherë nëse elementet e genocidit neve mund t'i vërtetojmë, e kalon, për mendimin tim e kalon, besoj se shumë veta e kuptojnë që e kalon atë nivelin e masakrës, kalon në genocid. Në genocid duhet kemi parasysh që duhet jetë një pastrim etnik për arsye të feve, të krahinës apo të ideve që mund të kenë ky person. Në këtë rast ne nuk bëhet fjala për një masakër që ndodhin vetëm e izoluar në fshatin ton, Panaritit.
aty ndodhi masakra më e madhe, por ishte një plan i organizuar mirë nga ana greke, duke përfshirë në Eshek, në Përmet dhe në Gjorokastër edhe deri në Sarandë. Ka ndodhur disa ngjarje, ndoshta jo në njëjtin nivel që u ndodh në Panarit, por këto tregojnë premeditimin që ka patur ana greke dhe domethënë atë në realizimin e kësaj që kishin ata, domethënë shfarosjen dhe eliminimin e këtyre personave bazuar tek idet apo te feja e kështu me radhë. Shpesh ne shajm Enverin, jo se do ta mbroj, po se unë jam i pagnaqur për rastin konkret, por edhe Zogu, por edhe këta kapetanat që janë nga 90-ta deri tani që janë një 5-6 Envera që sikin nga pushteti, të tërë këta nuk kanë folur dhe nuk vazhdojnë të klasin fare për këtë genocid. Këta nuk e bëjnë këtë sepse nuk ka fuqi shteti para Grekut. Dhe kanë frikë, s'na pranojnë në Evropë, vënë veton këtu, do të marrin detin, do të marrin kësmetin, shumë gjëra të tjera janë në trembur në mënyrë më maksimale. Ne ju kemi dhënë informacione të bollshme presidencës, qeverisë dhe gjithë instancave dhe parlamentit, Akademinë e Shkencave për këta që kemi bërë. Dhe nuk kemi asnjë reagim zyrtar. Nga eksperienca që keni juve, pasi ju keni studiuar genocidin, si veprojnë këto raste? Në radhë parë kjo është një diçka që duhet ishte ndjekur vetë nga qeveria shqiptare shumë vite më përpara, por për arsye njërin apo tjetrën që unë konkretisht nuk jam i sigurt përse nuk u ndoq fare dhe ka qenë komplet në heshtje. Në të tilla rastet nuk na ngelet gjë tjetër vetëm ne, domethënë dikush që në mënyrë private duhet të bëj diçka. Për këtë arsye kam menduar dhe jam në diskutime me një partner, me një kolegun tim në Evropë që duhet të mbledh sa më shumë materiale për të vazhduar për ta çuar këtë çështje deri në gjykatën, në këtë rast është gjykata e Strasburgut në Evropë, dhe e kam menduar që të gjitha shpenzimet në lidhje me këtë i kemi unë dhe bashkë me kolegun tim në Evropë që kam mbaruar shkollën, atë kam mbaruar këtu në Amerikë, por praktikon në Evropë. I kam kërkuar gjithashtu, kam patur një takim me presidentin e Shqipërisë para 2 vjetësh, besoj në tetor, ku ka ardhur në New York, kur hodha idenë për votat e diasporës, kam hedhur dhe këtë mendim dhe fatkeqësisht nuk e kishte kohën, besoj dhe dëshirën për të folur për këtë gjë dhe u tregova shumë, domethënë nuk u prita mirë kur fola për këtë temë. Që atë ditë unë e kam ndjerë si detyrën time sepse jam nga ajo zonë, jam djali i asaj familje që ka patur një dëmtim shumë të madh. Gjithashtu njoh dhe shumë persona që kanë vojtur këtë ngjarje të jashtëzakonshme, këtë genocid, dhe e ndjetër se detyrën time personale dhe profesionale që të bëj sa tjetër më mundur për të ndjekur këtë çështje deri në fund. Patjetër që ka proceset e veta për të vazhduar këtë çështje dhe kam kërkuar kërkesat se një nga hapat e parë duhet të mbledhësh sa më shumë fakte, evidence që quhet në gjuhën tonë profesionale, dhe kam mbledhur disa fakte që besoj se janë shumë të mira, por vazhdoj akoma të mbledh fakte të tjera. Me të marrë të gjitha fakte që ekzistojnë në luftën në lidhje me këtë genocid, atëherë hapi i dytë është gjetja e personave të cilët janë pasardhës të viktimave që kanë vojtur nga ky genocid. Ai është hapi i dytë në mënyrë që t'i dimë me saktësi se kush është pasardhësi dhe personat që kanë vojtur nga ky genocid. Me kalimin e kohës, hapi i tretë dhe përfundimtar është përgatitja e gjitha dokumentave, dosjeve dhe emrat e personave në fjalë dhe hapjen e një padie. Padia, kuptohet, nuk është padi kriminale për të luftuar Greqinë, as pak, jo, është thjesht ne kërkojmë atë që na jep ligji. Dëm shpërblim për dëmet materiale, shpirtërore, dëmet plagave që ka kaluar ky popull, që nuk ka fatkeqësisht nuk ka qenë reprezentuar nga një qeveri që duhet ta mbronte këtë popull. Pikësynimi jon kryesor është të arrijmë me sukses
në janë pozitive që unë jam shumë optimist do t'ja arrim, pati në bashkëpunimin e patriotëve tanë që kemi në fshat, në mbledhjen e emrave konkret, dhe nuk ta kanë ngritur gjatë jetës, por ta marrim vetë në dorën tonë, për arsye se kemi qenë të harruar nga shumë qeveri dhe jo një. Nëse ke diçka mund t'ju thuash shikuesve që ata mund t'ju japësh një email komunikimi që të dërgojnë materialin nëse s'kan mundësi për të ardhur për të takuar fizikisht. Patjetër. Është një ide shumë e mirë. Jam në lidhje me disa historianë shqiptarë, me disa shokët e mi që punojnë në Korçë dhe në Tiranë. Gjithashtu nëse ndonjëri nga ju teleshikues kanë qoftë një letër, qoftë një gazetë asaj kohe të publikuar, apo ndonjë material që kanë lidhje me genocidin, ju lutem na dërgoni me email. Emaili tim mund ta gjeni tek website i firmës time, vindinizekalo.com, ose direkt te celulari tim. Unë jam në WhatsApp, jam në Viber, 267 237 8339, patjetër është numri i celularit, dhe për çdo gjë mund të më dërgoni çdo informacion që keni aty që është në lidhje me këtë genocid. Megjithëse ju nuk mund mendoni që do të na ndihmoj, por ja vlen që ta shikojmë nga ana juridike nëse na ndihmon apo jo, dhe nuk ishte asnjëherë ide e keqe që dërgosh çado që të keni në shtëpinë tuaj apo në dorën tuaj. Regjia mbërmendije se kanë vendosur online informacionet dhe shikuesit kanë mundësi që të ndjekin ato. Pak përpara juve folët dhe thatë se jeni nipi i Latu Harunit, mundet ta sjellësh për shikuesit se çka ka ndodhur, çka ka parajë mes së ti dhe si shkovi në Greqi, si erdhi, edhe mandej pastaj unë di se unë punoja në sigurim në ushtrisë, por e dija për zonën time edhe për Latu Harunin e ndiqnin se mos ishte bashkëpunëtor me Greqinë, me Grekun. E çuditshme. E kupton? Shumë tipike asaj kohe. Gjyshi tim në atë kohë ishte minoren, ishte diku te 7 vjet. Edhe në kohën kur erdhi andata greke, ushtarët grek të veshur civil, ai nuk mund të largohej se çikën shumë panaritas të tjerë, sepse panarit në atë kohë ishte tepër i madh dhe kishte shumë banor, më të shumë të morën vesh dhe arrit t'ia kalonin qafën e thanës, si themi neve në vendit në panarit. Edhe disa prej tyre për arsye sepse kishin fëmijë të vegjël nuk u larguan dot. Gjyshi tim ishte një nga këta persona që nuk largua dot dhe arriti të merresh nga një general që merrte pjesë në këtë genocid. E mori si për të marrë djalin e vet dhe mbasi e mori, e shpëtoi gjyshin tim, në thonjë se e shpëtoi, kuptohet ajo. Gjyshi arriti të shikonte të gjitha masakrat që ndodhen në Panarit. Duke çdo kush i dhe parë të gjithë lagjes i kishte parë me sytë e tij se çfarë ndodhi. Me kalën e kohës gjyshin e morën Janin, e mori generali dhe e rriti aty si fëmijën e vet në një luftë të dytë ku mori pjesë generali u vra, dhe kështu që gjyshi tim i humbi ato kontaktet me Panaritin, megjithëse kishte shumë qejf të kthesh, por nuk e dinte se gati ikte. Me të dëgjuar nga gjyshja time dhe nga mamaja, ai arrit të takonte një person nga Shqipëria që ishte në Janin për të shitur qilima apo çorga që bën atë kohë. Edhe në muhabet e sipër, gjyshi tim nuk e fliste shqipen me, sepse kishte kaluar 20 e kusur vjet, vetëm e kuptonte edhe mundohej ta fliste, po jo në mënyrë direkte. Në muhabet e sipër, gjyshi i thot këtij personi që kishte ardhur për të shitur qilima, që unë jam nga Panariti, po nuk e dija mi jeton njeri atje. Edhe ky i dha fjalën gjyshit tim. Ky person i tha që do vetëm unë Panarit do ta investigoj, do të shikoj nëse ke njeri apo jo jeton në Panarit. Erdhi ky person në Panarit, hetoi, dite që e ema ishte gjallë, edhe e solli vetë gjyshin tim disa vite më vonë, e solli në atë kohë gjyshi tim ishte i rritur, kishte kaluar mbi 20 vjet që e kishin marrë të shtuar në Greqi dhe
akoma, si që të regon, mamaja me gjithë të kishë kaluar në 20 vjetë, a i jetonte akoma ato ankte dhe atë masakër që e pa që në moshë të mitur edhe nuk e haroj dërsa ishte gjallë atë histori, nuk ishte vetëm një ditë, ishin disa ditë që kaloj kjo që bë kjo genocid edhe e vuante shpirtërisht shumë. E vuante deri në momentin që u largua nga kjo botë. E vuante dhe në njëjtën kohë e vlerësonte që ishte akoma gjallë dhe mundi të krijonte një familje në mënyrë që ta shtonte familjen e tij. Cilat janë vështirësitë për zonën tonë për ta vërtetuar këtë? Pasi kanë kaluar 100 vjet, dëshmitar gjallë nuk kemi. Kemi do shkrime, kemi gojdhena, kemi edhe disa materiale nga shteti grek i kemi siguruar në format të ndryshme nga arkivat e tyre. Në atë parë, ajo zonë është një zonë vërtet malore, ku nuk ekziston as fotografi datë kohë, apo nuk ishte as njeri që të ngeli sepse besala për 100 vjetë vonë, që ta kishte përjetuar vetë. Me gojdhena është e përvështirë të vërtetosh një genocid si punë e këtia, që ndodhin në Panarit. Në qoftë do kishte ndodhur në vitet 1919, ishte bërë një padi nga qeveria shqiptare apo nga individ posaçëm, atëherë ishte momenti më i mirë për të mbledhur këto. Ishte periudhë e shkurtër. Po, evidencë. Ishte periudhë e shkurtër, ishte gjë më e mirë ishte që kishte njerëz që kishte kaluar këtë, direkt witnesses që kishin kaluar. Kur bëhet fjala për 100 vjet dhe në Shqipëri, duke kaluar dhe 2 luftra të tjera në atë zonë, shumë dokumenta janë zhdukur. Por, jemi me fat të mirë që vendet e tjera mbajtën dokumentat tonë, sepse ekzistojnë disa dokumenta në Romë të Italisë që i kemi gjetur dhe në Boston, disa gazetat asaj kohe ku kanë dhe fotografi. Dhe ndodhen disa në Greqi, dokumentat që neve jemi në proces për t'i marrë të gjitha këto, akoma shumë pak kemi marrë, sepse ata i kanë mbajtur më mirë dokumentat tona se sa i kemi mbajtur neve. Nuk kemi qenë të organizuar. Kjo patjetër do ketë problemet e saj, derisa të mbledhim të gjitha, por për fat të mirë janë dhe disa emisione që janë bërë në vitet 2000, ku janë disa, me sa di unë janë të paktën 1 ose 2 persona që kanë jetuar atë kohë dhe këto e materialet të gjitha që do mblidhen të gjitha, do përgatitet dosja dhe do çohet në gjykatë. Nga e drejta ndërkombëtare, si është ligji, a mundet që shteti grek të ketë detyrime ndaj një procesi hetimor dhe kërkimor të përgjigjet për të dhënë dokumentat? Janë 2 lloj formash për të marrë dokumentat nga pala greke. Në atë parë, pala greke nuk ka asnjë detyrim të na japin neve dokumentave pa bërë padin. Me bërë padin në gjykatë, atëherë mund të dërgojmë një dokument që quhet subpoena, që është firmos nga gjykata. Fatikisht nuk e di fjalën shqip si quhet subpoena, por në gjuhën legale ne quajmë subpoena. Detyrim është ajo. Ku e detyron shtetin grek të sjellë të gjitha ato që ka. Po, është detyrim subpoena. Po, subpoena është një urdhër që t'jep gjykata për të paraqitur dokumentat që unë kërkoj si avokat. Po. Kjo është mënyra më saktë dhe mënyra më e drejtë për drejtë që detyron atë shtet të sjellë dokumentat. Por, përpara se të bësh padin, ta dorëzosh në gjykatë, ka dhe mënyra tjera për të marrë dokumentat, sepse janë arkivat, historianët e kanë të drejtë për të kërkuar edhe për të marrë këto arkivat, vetëm nëse ata janë të mbrojtur nga shteti, atëherë nuk mund të merren nga historianët. Ore, a di si është problemi se ne po flasim për një gjë që nuk, si themi në fshati që duket, themi s'do ka dha us. Shteti grek, edhe sot që flasim në bashk, ka ligjin e luftës. Shteti grek, e sot që flasim bashk neve, në parlament, para parlamentit grek, kam parë vetë plakën ku ka atë hartën e Voroepirit. Atere, mos prit të t'japin dokumentat e vitit 13-14, kur ata e kanë dhe sot qëllimin e tyre për marrjen e Voroepirit. Unë nuk besoj se e kanë qëllimin për të marrjen e Voroepirit, janë thjesht politika që janë ndjekur për shumë kohës edhe nuk besoj se Greqia do të marrë Voroepirin. Jo se merr dot, po për të patur qëllim qef kanë.
nuk besoj se e kanë atë qëllim, por këto vete brapa në histori shumë të thella që nga ana ligjore nuk mund të ndodhi marrja e vorepirëve. Kështu që nuk arri ta konceptoj dot atë ideologji. Shiko, ka ndryshuar format tani. Ka ndryshuar format dhe i kanë përdorur ata dhe i përdorin dhe sot ngrenë monumente të figurave të ndryshme në zonat që janë shqiptare, ati ku ka rënë dëshmorët e tyre në luftën italo-greke, këta mundojnë të kenë një influencë doja se kur janë vrarë, ati ku është vrarë dhe është to greke, pse ka vrarë një ushtar grek, kanë ca parime, do të thosha arkaike, të cilat i përdorin për të mbajtur gjalla atë ndjenjë nacionale me këtë kuptim, por që shteti grek ka si qëllim për të marrë vorepirin, këtë absolutisht e kanë kushtetut, e kanë çdo herë, këndojnë fëmijët e klasës 8, 7, këndojnë këngën e vogla Kuklic për Shqipërinë. Këto do t'i fshehim në këto. Ka ushtria bën parakalime duke kënduar këngë, thotë domethënë mbi ato zorët e shqiptarëve është një këngë, s'do ta them, më kupton? Unë i kam parë me sytë e mi këto. Unë fatkeqësisht ose fatmirësisht nuk e di, nuk i kam parë të gjë. Po shteti i bën këto se shkolla është e shtetit, kjo ushtria është e shtetit, feja gjithashtu është e shtetit, është pjesë e shtetit, edhe feja bën një të gjë, edhe të tëra këto, ne nuk duhet që t'jemi tolerant në qëllimet e keqia, ose do thosha në qëllimet e mbrapsha të një shtetit tonë, dhe të themi mos e këta s'ka që na bëjnë këtë 100% unë e di që se marrin dot. Janë rrethana të tjera, por që e kanë dhe si qëllim e kanë dhe duke patur qëllim këtë idenë e asaj kohe, përse janë vrarë ata, këta i quajnë error ata që janë vrarë në atë periudhë. Ushtar grek që u vrarë në atë periudhë? Po, patjetër. Ishte luftë në fund fare. Kështu që ata që viteshin ose hero ose dëshmor i quanin, sepse kishin një kaos ose një projekt më të madh për të bërë megjithëse nuk u realizua. Po, kuptoj. Por ka shumë pyetje pastaj nga ana e historisë nëse këto dërku kalon ky vorepiri, kush e kishte, që janë tema nga ana juridike. E bëra këtë komentin që për të vazhduar ke pyetja ku ja bëra pak më parë, që formën, mënyrën se si mundet që të sigurojnë dokumentacionet e periudhës 1913-1914, për këtë e bëra. Po, ashtu si thash janë dy forma shumë efektive. Më efektive nga profesori tim që kam parë është gjithmonë subpoena nga gjykata, të cilit i dërgohet shtetit grek apo shtetit italian dhe ata e detyruar të paraqisin këto dokumente. Këto çështjet e genocidave të ndryshme që janë si të rënda këto, kur thoi genocid. Për një komp është i rënd, i thuash kombit grek, ju keni bërë genocid, atyre duket se çudi tani, po ata e kanë bërë. Po është e rënd ajo. Meqense po merreni me këtë problem, a keni bërë një studim se si është praktika e suksesshme? Nuk po them për punën që bëni, po a kemi ndonjë rast që ka pasur dhe sukses në fushën ndërkombëtare? Patjetër, suksesi më i madh i historisë është në kohën e luftës së dytë botërore që ndodhi kundër çifutëve në Gjermani, të cilët Gjermania ishte detyruar të paguante, edhe akoma vazhdon të pagon shumë hebrej në Amerikë apo kudo që janë. Vazhdon të paguan akoma, qoftë pensione, qoftë dëmtimet materiale, dëmtimet shpirtërore, kështu që këto ka ndodhur shumë herë përpara, sesa nuk është se neve i kemi shpikur, ka ndodhur përpara dhe kanë qenë shumë suksesshme. Kuptoj që flasim për dy periudha të ndryshme, lufta e dytë botërore dhe 1913-1914. Dhe do ketë akoma më shumë vështirësi për 1913-1914, sepse ndodhi në një zonë të Shqipërisë ku shumë dokumenta nuk ekzistojnë, dhe lufta e dytë botërore, genocidi që ndodhi kundër hebrejve ishte në Gjermani, dhe teknologjia kishte avancuar shumë në luftën e dytë botërore në krahasim me 1913-1914, ku ka jashtëzakonisht shumë fakte. Por jam shumë optimist se do të arrijmë. Avokat, ka njerëz që kanë mentalitet e thonë lere këtë punë, ka kaluar koha. Nga pikpamja, jo vetëm ligjore, po dhe nga pikpamja
njerëzore. A emi gabim ne që flasim për këtë periudhë, apo bëjmë një shërbim ndaj njerëzve të renë? Si e mendoni ju? Edhe si jurist, po dhe si njeri? Po, dhe njerëzit që kanë atë mendim e kuptoj shumë mirë dhe patjetër kanë drejtë në mendimin e tyre, ta lesh të qetë, ndodhi ç'a ndodhi, mos trazo me gurë që janë vend në vetë, por nga ana morale, si banori asaj zone, si i lindur asaj zone, e ndjek si detyrë që pse mos e ndjekim një diçka që na takon. Ne nuk po pyesim asgjë më shumë përveç asaj që na takon. Domethënë e kemi filluar, nuk e di sa do vazhdojmë me sa dokumenta të marrim, por e kam hedhur si mendim bashkë me një patron tim dhe e ndjem si detyrë ai vend na rriti, ata prindër na rritin, na edukuan dhe është koha që t'japim diçka atij vendit. Diçka që është e jona, nuk është t'ja marrim dikujt tjetër, është e jona, kemi vojtur si popull shumë, na ka shkaktuar një dhimbje jashtëzakonisht të madhe në ajo masakër dhe edhe të flasësh për te është tepër vështirë për atë genocid, është tepër vështirë sepse shumë njerëz kanë humbur jetën, shumë fëmijë të vegjël humbin baballarët, prindërit humbin jetën. Kështu që le të shikojmë, të ndjekim rrugën ligjore, le të shikojmë se çfarë me të ndodhi atje, duke bazuar te faktet që mund të gjejmë dhe me të parë pastaj pse mos e bëjmë një diçka për atë vend që na lindje na rriti. Po cili është qëllimi kryesor final që juve dëshironi të arrini me grupin tuaj hetimor? Si qëllim përfundimtar është që të gjejmë të vërtetën. Ç'a ndodhi, kush ishte edhe përgjegjës për këtë që ndodhi, jo vetëm ç'a ndodhi, ne pak a shumë e dinë ç'a ndodhi. Po kush ishte përgjegjësi i planit që ishte hartuar për këtë genocid, jo vetëm në Panarit, por që ndodhi dhe ashtu si tham në Kolonjë dhe në Përmet. Ajo është pika kryesore, por dhe këta viktima, këta quhen viktima, jo vetëm personat që humbën jetën, por dhe pasardhësit e tyre që kanë jetuar gjithë kohën me atë dhimbjen. Dhe viktimat duhet të kompensohen për këtë dëm që u shkaktoi si pasojë neglizhencës apo e qëllimshme e palës tjetër. Do të thotë thjesht atë që na jep ligji në drejtën ndërkombëtare dhe të bëjmë diçka që të vendoset fajtori ose organizatori i këtij genocidi. Kishte diçka tjetër për të shtuar avokat? Desha të them kujdo që ka ndonjë fakt, ndonjë qoftë ndonjë send të asaj periudhe, fotografi apo nënshkrime, të lutem mund na kontaktoni në çdo kohë me anë të emailit, me anë të telefonit, sepse nuk është vonë. Nuk është vonë dhe jam shumë optimist se do arrim të bëjmë diçka, të dim të vërtetën, por edhe të dim se kush ishte organizatori dhe për viktimat të kompensohen. Avokatët do të ngjerrin përsëri në kontakt së bashku. Do të vizitojmë në Pennsylvania, ju do vini këtu, por kemi mundësinë edhe në Skype të bëjmë biseda për këtë temë, por dhe për tema të tjera, pasi ju jeni një intelektual, jeni brez i ri, por jeni edhe një shembull i mirë se si keni ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe keni studiuar dhe keni marrë titullin avokat. Ky është një nder, një respekt që i ke bërë vetvetes. Një falënderim duhet për familjen tuaj që të kanë edukuar në këtë formë, por nga ana tjetër, jo vetëm ne si zonë e vakefeve, por gjithë shqiptarët janë krenar me gjithë gjeneratat si puna juaj që arrini këto nivele që të jesh avokat në Shtetet Bashkuara të Amerikës me vështirësi, por e ke arritur dhe unë të uroj suksese. Faleminderit shumë. Me të vërtetë këtu ndjem si në shtëpinë time. Jemi patriot, edhe më bën tim krenar, tim nga trevat e vakefeve. Këtë që arrita unë, pa diskutim familja time, do të që ishte ndihma jashtëzakonisht shumë e madhe që të jepte mundësi për të ndjekur juridikun, por nuk do të harruar që unë jam ky që jam sot sepse kisha njerëzit, jam rritur në atë vend që nga shumë vakefllinj,
me një shembuj dhe më bën që gjithmonë të ndjesha pjesë e tyre dhe akoma I kam lidhjet me Vakefllint sepse ja janë pjesë e jetës time dhe pjesë e suksesit tim. Falenderit shumë. Shikues nderuar, e falenderoj avokatin Sami Zeka dhe në emrin tuaj dhe të gjithë ju që keni njohuri ose dëgjoni, mund të ndihmoni për këtë çështje. Është një çështje, do të thosha që ka të bëjë lidhje kryesisht me anë shpirtërore, po pse jo dhe me dokumentimin e së vërtetës, se ai dihet, por duhen dokumenta për të mbushur mendjen e njerëzve në mënyrë zyrtare. Dhe me shpresë të shikojmë për gjëra të tjera, për gjëra të gëzueshme, për kombin shqiptar, për individët, për gjithë secilin nga neve. Mirupafshim. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Ku më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë. Ku më nje. Dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpi. Ku kam njojtur Perëndin. Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe